Prokuroria Speciale ka zbarkuar sot në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Ministri kjo që udhëhiqet nga Fatën Peci, sipas asaj që është konfirmuar deri më tani nga prokurori i rastit, Admir Shala. Bastiset janë duke zhvilluar në 4 lokacione lidhur me kontratën e dhënies me serat të fabrikës për përpunimin e mbetjeve shtazore. Aktualisht sipas prokurorit Admir Shala janë duke u bastisur Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe lokacioni i kompanisë që ka fituar tenderin për të marrë me sera fabrike në fjalë. Atëherë, përshëndetje për gjithë, siç e dini, Prokuroria Speciale ka filluar një hetim lidhur me dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore. Hetimi është duke u zhvilluar lidhur me dyshimet për dhënien me qira të kësaj fabrike. Jemi në fazën e hetimit, jemi duke i zhvilluar bastiset dhe kontrollet në bazë të urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore në Prishtinë, me kërkesë të Prokurorisë Speciale. Po ashtu me autorizimin tonë, policia së bashku me ne është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, me qëllim të sigurimit të informacioneve të nevojshme dhe drejtëzbardhjes së rastit konkret. Për çështjet më në detaje nuk mund të lëshomi për momentin, për shkak se jemi në fazën e hetimit dhe ju lutem që të na kurseni sepse jemi në fazën e grumbullimit të informacioneve. Bastiset janë duke u zhvilluar në 4 lokacione, janë në vijim sipër dhe për çdo veprim tjetër as sa na lejohet do t'ju njoftojmë përmes zëdhënëses së Prokurorisë Speciale. Cilat lokacione prokurorë? Janë duke u bastisur Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe lokacioni i kompanisë përfituese e kontratës.